esenca në kapitullin e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala dhe shtylla dhe parimi bazë është ta pranojmë çdo emër me të cilin Allahu e ka emërtuar veten e tij, apo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka emërtuar Allahun, siç janë emrat Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Ghafur, El-Wadud, e kështu me radhë. Emrat me të cilat Allahu e ka emërtuar vetveten, apo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka emërtuar Allahun, të gjithë i pranojmë. Dhe e pranojmë çdo cilësi me të cilën Allahu e ka cilësuar vetveten, apo e ka cilësuar me të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I pranojmë këtë dyja min gajri temthil, wala takyif, wala tashbih, wala tahrif. E pranojmë emrat e Allahut dhe cilësitë e tija, pa u munduar t'ju japim formë të caktuar sepse nuk e dim, pa i krahasuar me cilësitë e krijesave, pa u ndryshuar kuptimin e tyre, pa u shtrembruar kuptimin, dhe pa teuil, pa komentim të pabazuar, pa komentim i cili i hjek prej kuptimit të cilin ata e kanë. Kështu Ehlus Sunneti beson në cilësitë e Allahut. Allahu ka thënë se kjo është cilësi e tij, ne themi kjo është cilësi e tij, pa u thelluar më thellë, pa e krahasuar me cilësitë e krijesave, pa ja ndryshuar kuptimin dhe pa ja shtrembruar domethënien. Kështu Ehlus Sunneti beson në emrat dhe në cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo bazë, padyshim se është bazë nga Kurani, nga Suneti dhe nga menhexhi apo metodologjia e selefit. Thot Allahu subhanahu wa taala për veten e tij, lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Nuk ka askush që i përngjan Allahut subhanahu wa taala dhe ai është dëgjues dhe shikues. Analizoj këtë ajet, do ta shohësh se Allahu i lartësuar në fillim tha se askush nuk i përngjan atij. E pastaj e pohoi se ai shikon dhe dëgjon. Ai është dëgjues dhe shikues. Në mënyrë që ta kemi qartë në start se ai nuk i përngjan askujt. Mirë po, edhe pse nuk i përngjan askujt, ai ka disa cilësi të cilët janë dëgjimi dhe shikimi. Edhe ne e kemi dëgjimin dhe shikimin. Mirë po, dëgjimi dhe shikimi Allahut është ashtu siç i takon madhërisë së tij. Kurse dëgjimi dhe shikimi jonë është ashtu siç na takon neve si krijesa. Dhe në këtë sferë kanë gabuar dy grupacione. Grupacioni të cilët thanë se pasi që ne shikojmë dhe dëgjojmë, atëherë nuk themi se Allahu shikon dhe dëgjon. Pse? Sepse ne shikojmë dhe dëgjojmë. I mohuan këto cilësi të Allahut. Këta janë mohuesit e cilësive. Kanë devijuar në këtë drejtim. Dhe ata që kanë devijuar në kahjen e kundërt, në ekstremin e kundërt, janë ata që thanë se Allahu dëgjon dhe shikon ashtu siç dëgjojmë dhe shikojmë ne. Edhe këta janë devim. Ehlus Sunneti, të cilët janë në mes në këtë çështje dhe janë në hak, thonë se Allahu i ka këto cilësi, mirë po ashtu siç i takon madhërisë së tij. Dhe në këtë rast, në këtë sferë hyn të gjitha cilësitë e tjera të Allahut subhanahu wa taala. Ashtu siç Allahu jeton, edhe ne jetojmë. Mirë po Allahu jeton siç i takon madhërisë së tij dhe ne jetojmë siç na takon mangësisë son të krijesave. Po ashtu edhe cilësitë tjera, të cilat ndoshta në emër janë të ngjashme, mirë po në realitet ato për Allahun, në hakun e Allahut janë ashtu siç i takojnë madhërisë së tij, ndërsa në hakun ton janë ashtu siç na takon mangësisë son dhe dobësisë son dhe kufizimeve tona që i kemi si krijesa.